Përshëndetje, vazhdoj me barishtet e egra, sot I kam sjell omlet. Unë këtë lloj barishte përgatis o omlet, o risotto, o sallat. Ua kam treguar video më parë, shpargujt e egër, ju vertin quhen në Piemonte, por ka edhe shumë emra të ndryshme këtu në Itali. Këto janë ato barishtet, por janë një mrekulli. Dhe sot I përgatita dhe u kënaqa. Sa që kisha bërë merenda, kisha ngrënë bukë me reçel, mbasi hëngra bukën me reçel, kur përgatita fritatën, hëngra dhe një copë fritate. Qa do bëjmë? Kjo jam unë, në një tenxhere më të bollshëm, një lugë krip, I zjem 4-5 minuta, nuk ka nevojë shumë, dhe ujë nuk e hedhim, do të tregoj recetën tjetër që ka përgatit me hithra. Në një tas 6 kokra vezë, 2 lugë me miell misri, pak krip, jo shumë se I kemi zier bishtaj ato, do më thënë lakrat me krip, unë I hodha qumër soja, gati një gotë, 3 thelbin hudhër, 2 lugë gjelle parmigian, pak vaj ulliri, I përzjem mirë, I hodha edhe një lugë kafeje me spec të kuq, paprika të ëmbël. I dha pak shije, edhe se këto nuk ka nevojë të hedhësh, po tash ta provoj njërë. Në një tepsi 40 cm për diametra, e vesha me letër furre të lagur letrën e furrës, vendosim barishtet dhe hedhim përbërësit. Direkt në furrë të paranxuar me 200 gradë 25-30 minuta, shikoni edhe me sy, shikoni çfarë bukurie që ka, edhe ta hash me sy kur thot Eli. Këto janë receta që ja vlen ekonomike dhe të shëndetshme, sepse lakrat e egëra I kam mbledhur vetë. Këtu I hodha çik gjalp me paprika të ëmbël, me specin e kuq, me që e kam përdorur për supën e hitrit, do ja tregoj më vonë recetën, kur thot Eli çat ta hash. Shikoni tani, flet pjata vet, ju uroj gjithë mirë dhe mirupafshim.